Pas zhvillimeve të fundit dhe debatit të fortë që ka përfshirë shtëpinë e Big Brother VIP Albania, reagimet nuk kanë munguar as nga ish banorët e këtij formati. Këtë herë ka reaguar Ilir Shaqiri, fituesi i edicionit të parë të Big Brother VIP Albania, përmes një Insta Story në Instagram. Ai ka ndarë një mesazh të drejtpërdrejtë që është interpretuar si kritik ndaj situatave të fundit në spektakël. Në këtë pikë uroj ta fitoj Bigun dikush që i mëson opinionistëve si të flasin, produksionit rregullore dhe shqiptarëve si të sillen, shkruan Iliri. Edhe pse nuk përmend emra konkret, postimi i tij vjen në një moment kur reality show është përfshirë nga debate të forta, sidomos pas përplasjes së ashpër mes Rogertit, Selin dhe Mateos, ofendime që përfshin familjar dhe reagime të shumta që pasuan në rrjet. Mesazhi i fituesit ka ndezur menjëherë diskutime online me ndjekësit që po përpiqen të kuptojnë nëse ai po kritikon mënyrën se si zhvillohen debatet në Prime, rolin e opinionistëve apo menaxhimin e situatave nga produksioni. Nëse klikoni mbi butonin subscribe, do t'ju shfaqen të gjitha publikimet tona. Ju ftoj t'i bëni subscribe kanalit, të pëlqeni videot dhe të lini komentin tuaj.